Pas 38 ditësh izolim, strategji të fshehta dhe alianca që kanë lindur e janë krisur brenda pak orësh. Aventura e banorëve të Big Brother VIP po hyn zyrtarisht në një nga fazat më delikate dhe vendimtare të saj. Loja nuk është më thjesht një bashkëtesë nën kamera. Tashmë çdo fjalë peshon, çdo shikim analizohet dhe çdo veprim mund të përkthehet në avantazh ose në fund të rrugëtimit për di. Spektakli i sonte paralajmërohet të jetë një nga netët më të forta deri tani, me zhvillime që pritet të trazojnë jo vetëm shtëpinë, por edhe publikun që e ndjek me po aq emocion nga jashtë. Mes tensioneve që kanë ardhur duke u rritur ditë pas dite, një moment i veçantë romantik pritet të shpërthejë krejt papritur. Një propozim dashurie, i cili sipas burimeve brenda formatit, do të lërë pa fjalë banorët dhe do të ndryshojë dinamikat e lojës në mënyrë të menjëhershme. Por atmosfera nuk është as pak e qetë. Përkundrazi, shtëpia ndodhet në një klim të ngarkuar emocionalisht, ku debatet, dyshimet dhe përplasjet janë bërë pjesë e përditshmërisë. Në këtë realitet të tensionuar, hyrja e dy zarfeve të zinj pritet të sjellë një tronditje të fortë. Këto zarfe, që tradicionalisht paralajmërojnë masa të rënda nga vëllai i madh, mund të ndryshojnë rregullat e lojës brenda pak minutash, madje duke çuar deri në anulimin e televotimit, një vendim drastik që rrallë merret dhe që zakonisht lidhet me situata të papritura ose shkelje të forta. Në mes të këtyre zhvillimeve të forta strategjike, fokusi kryesor do të zhvendoset tek ana më e ndjeshme e spektaklit. Ndjenjat. Propozimi i dashurisë nuk pritet të jetë thjesht një moment i bukur televiziv, por një ngjarje që do të hap diskutime të forta brenda shtëpisë. Banorët, tashmë të lodhur emocionalisht dhe të mbushur me dyshime ndaj njëri tjetrit, do ta shohin këtë hap me sy kritik. A është kjo një ndjenjë e sinqertë që ka lindur natyrshëm në presionin e izolimit, apo një lëvizje e llogaritur për të fituar simpati, për të zbutur imazhin dhe për të siguruar mbështetje nga publiku? Një gest i tillë në një fazë kaq të avancuar të lojës mund të ndikojë drejt për drejt në ekuilibrat e brisht të krijuar mes banorëve. Aleanca mund të forcohen, por edhe të shemben. Xhelozitë e fshehura mund të dalin hapur, ndërsa debatet për lojë me ndjenja pritet të ndezin diskutime të forta në çdo cep të shtëpisë. Në fund të fundit, në Big Brother VIP, edhe dashuria shpesh vihet në pikpyetje. A është zemra që flet apo strategjia? Publiku, nga ana tjetër, do të ketë rolin e tij vendimtar në interpretimin e këtij momenti. Reagimi jashtë shtëpisë mund të ndikojë drejt për drejt në fatin e banorëve, duke e kthyer këtë propozim në një nga pikat kyçe të gjithë këtij sezoni. Të gjitha këto zhvillime, vendimet e forta të vëllait të madh, tronditja nga zarfet e zinj dhe momenti i shumëpritur i propozimit të dashurisë, do të zbulohen sonte në spektaklin e madh. Emocionet pritet të jenë në maksimum, ndërsa loja mund të marrë një drejtim krejtësisht të ri, duke treguar se në këtë shtëpi asgjë nuk është e sigurt dhe çdo natë mund të ndryshojë gjithçka. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.